Hajdini me mua që t'ju tregoj përse Tirana sot është thuajse e bllokuar. Është ora kur shumica e njerëzve po kthehen në shtëpi, por rrugët janë të zëna dhe ka shumë tension në ajër. Dëgjon nga të katër anët, na çmendët, si jemi për biçikleta ne, gati bien për shtëpi. Çfarë hallësh kemi ne dhe çfarë hallësh pas kanë këta? Njerëzit janë të lodhur dhe është e kuptueshme, por ajo që po ndodh këtu është vërtet diçka e rrallë. Pas pallatit të kulturës janë vendosur autobusët e disa prej ekipeve më të mira në botë, si UAE Team Emirates, Bora Hansgrohe dhe Team Visma, ekipe që garojnë në çdo cep të globit. Mekanikët janë në lëvizje, çdo biçikletë kontrollohet me detaje, çdo centimetër ka rëndësi këtu. Legjendat e ciklizmit janë këtu, të qetë dhe të përqendruar, duke përgatitur për nisjen. Tirana sot po jeton diçka unike, jo vetëm si qytet, por si pjesë e një gare me rëndësi botërore. Signore e signori, ai la trofeo senza fine!